Partini 2 herë në avantazh, por në fund barazim. Ju vjen keq për dy pikët e lëna sot? Shumë vjen shumë keq për djemt, sepse u mundun maksimum, u lanë gjithçka. 10 minutat e fundit, je duke fitu 2-1 me një lojtar më tepër, kjo është ajo që më vjen keq më tepër se gjithçka. Ne duhet kuptojmë sa e rëndë është fanela, duhet kuptojmë mas mirit sepse duhet bindemi që jemi më të mirë. Në ata momente do të jetë shumë më lehtë edhe fitimi i ndeshjes, kështu që duhet punojmë në anën psikologjike me djemt sepse sot merituan fitore, në momentet e fundit mushin me menaxhu më mirë lojën edhe më arritë fitore. Më vjen keq sepse sakrifikuan shumë. Nëse do të kishte një rrjedhë tjetër takimi, mund të ishte të kënaqur me barazimin sot? Jo, normalisht po të më thoshe, megjithatë edhe përpara, sepse Rogozhina nuk, do të thënë kam shumë ndeshje me ta, nuk më kanë rrok kurrë, nuk kanë arrit me fitu kurrë. Përpara pretendosha ta fitosha ndeshjen, por gjithsesi edhe barazimi do ishte mirë, por mënyra se si erdhi më keq. Partini, disa ndeshje që Vllaznia vuan në minutën e fundit dhe madje edhe pson gol. Ç'është mentaliteti kjo? Prandaj them, duhet jena më besim veti, duhet ta kena parasysh kush jena, duhet ta shohim vetin pasqyrë dhe të bindet gjithë secili që janë më të mirë. Kështu që duke punuar në këtë drejtim, sepse duhet kesh besim, duhet kesh personalitet dhe sekondat e fundit për me fitu ndeshjen, gjë që deri tani na ka çalu dhe duhet ta rregullojmë patjetër. Barazim në Rogozhinë, por përsëri Vllaznia kryesuese e kampionatit. Kjo ju gëzon patjetër dhe ju jep edhe moral për ndeshjen e ardhshme. Jo, ajo që më jep moral është që kena luajtur 2 herë me Ignatin, ekipin kampion, një herë kena fituar, një herë sot kena barazu. Domethënë jena në nivel shumë të mirë. Them që e vetmja gjë që na mungon është besimi në veti që duhet ta marrim me patjetër. Sa i kënaqur jeni për rikthimin e futbollistëve që patën dëmtim? Po normalisht të dallojnë maksimumin, pavarësisht se gjendja tyre fizike nuk të lën për më tepër, por janë një garanci për të ardhmen, për me rrit edhe shpejtësinë, edhe nivelin e lojës do të na ndihmojnë shumë, kështu që jam i gëzuar për ata që u kthyn, normalisht kanë shumë punë me bë për marrë të gjendja vetë si ishin më përpara, por gjithsesi jam i kënaqur. Do të vënohet shumë Bismarck për rikthimin e fushë? Po, unë besoj që mas ndeshjeve të kombëtares do të jetë i gatshëm. Faleminderit, sukses.